E bëjmë gabimin e njëjtë të gjithë, përbërësin të cilin nuk duhet ta shtojmë spagetave dhe makaronave. Shumica i shtojnë vaj në ullirit kur zjejnë spageta që brumi të mos ngjitet. Kuzhinieri italian Fabio Viviani, i cili jeton dhe punon në Chicago, thotë se kur nuk do të duhet të shtoni vaj në ullirit e pastat, sepse ai nuk do të ndihmojë që ato të mos ngjiten me njëra tjetrën. Të jemi më të saktë, ai thotë se ata të cilët e bëjnë këtë gjë do të duhet të turpëroheshin sepse me këtë përbërës të mrekullueshëm dhe të shtrenjtë shpenzojnë më kohë. Ai shton që ekzistojnë mënyra më të lira të cilat ndihmojnë që pastat të mos ngjiten. Mendoj që është gjëja më e kotë të cilën kam dëgjuar ndonjëherë lidhur me kuzhinën, citoi ai. Kjo është një nga shpenzimet më të kota të cilat do ju harxojnë më shumë. Viviani ka zgjidhur edhe misterin lidhur me atë që pastat të mos shtohen dhe të mos ngjiten. Është në rregull që të shtoni pak krip, por të keni kujdes të mos e teproni veçanërisht nëse e bëni me salca të ndryshme.